Përshëndetje dashur miq, mirë se vini në Elevate. Kam kënaqësinë t'ju njoftoj se ky episod sponsorizohet nga Lajthiza dhe Ring Center. Sot kam ftuar regjisorin, kompozitorin, saksofonistin e talentuar, drejtues të 10 festivaleve, Osman Mulën. Përshëndetje Osman. Përshëndetje. Mirë se vjen në Elevate. Faleminderit. Po diskutonin pak më përpara që bashkë jemi takuar në festivalin e 51 të këngës, për përvjetorin e festivalit të 11, teksa unë prezantoja festivalin si një prezantuese e re dhe tjerë dhe atje i ftuar. Gjithmonë mbikëqyrës i festivaleve, por me një karrierë të gjatë dhe shumë gjëra për të treguar. Dhe shpresoj që sot do bëjmë një bisedë hapur të lirshme për gjithë karrierën tënde, po edhe për jetën edhe ca mësime që mund të përdori edhe brezi i ri që sheh këtë emision, pse jo. Faleminderit për ftesën. Më bëhet shefi që ke një podcast dhe dëshirat dhe ëndrat të realizume dhe të parealizume. Njeriu ka qef të shprehin, ka qef të punojnë, ka qef të angazhohet, ka qef të ftojnë dhe të bashkëbisedojnë me njerëz. Dhe në këtë drejtim më bëhet shefi sepse ti thash po me një herë dhe ftesës që mbane dhe të uroj suksese me punën dhe le të jemi këtë një orë së bashkut me ca refenja që po thuj se mund t'i kem thënë, po edhe mund mos i kem thënë. Edhe mund mos i kesh thënë. Osman, një karrierë i gjatë, por ti ke folur dhe besoj që nevoja për të folur është e rëndësishme, por gjithmonë më shumë duket sikur brezi i ri nuk ka më vëmendje për bashkëbisedime të gjata, për biseda më të thella, futet te kjo bota e shkurtër, e rrjeteve sociale, e postimeve të shkurtra, e reelsave, vëmendja nuk është më e gjatë dhe e përqendruar siç ka qenë. Çfarë mendimi ke për këtë? Ajo vjen nga dy drejtime. Është e vërtet që tu për brezin e ri, ai ka mendjen e vet, ka ëndrat e veta. Shumë gjana nuk është edhe dakord me çfarë kemi bërë dhe ne, ose nuk shprehet, e qun të kryer si mision, dhe thot çfarë jam gjendje të bëj unë. Mirë po edhe nuk e ka kollaj. Se po të shosh edhe brezi i ri nuk është se ja hap shtegu dhe tani po një vallit i lirë, tash i ka dalë diku i cop barit dhe kush ta hajnë më para të barë. Është e vërtet. Qose po thona për një lëndin. Nuk që ka qenë brezi jon. Brezi jon ka qenë më i vujtun, por ka qenë më gjithë përfshirës dhe i ka pas mundësit që të angazhohet qysh i vogël dhe deri në një moshë madhore. Ne qëndrojmë pak këtu te brezi juaj, si ka qenë atë kohë? Pse? E para, pse ky brezi i ri sot nuk ka kujtes? Nuk ka kujtes sepse të gjithë institucionet e kujtesës janë prish. Kujtesa fillon kur je në shtëpi pionierit, që do thotë, ke një pedagog, fillon të mëson, dhe duke të mësu ti je i detyruar të shohish më të rriturit që pse kanë arrit këto vlera në pikturë, në piano, në baleta, kurset që ka të ndryshme. Dhe detyrimisht është i detyruar me të vjedh zanatin. Dhe prej aty ai kalon te klubi i rinis. Nga klubi i rinis kalon te shtëpia e kulturës. Nga shtëpia e kulturës ai kalon pastaj në universitet, në deg të ndryshme, dhe në qoftë se është me artin, është në konservator, dhe pastaj fillon të shpërndahet. Por, në atë periudhë, edhe ai që s'ka pas mundësi ma në shkollë, ka pas teatrin një muaj të inkuadrum pra ndërmarrjes, që do të thotë. E ka pas për detyrë ndërmarrja, kombinata çfarë mund të ketë kënë, të marrin pjesë në festivalin e estradës të qytetit, të ndërmarrjeve, në festivalin e dramës të ndërmarrjeve, dhe të shtëpisë kulturës, të ansamblit të kulturës. Dhe është ballafaqu një trup e një ndërmarrjet
3 herë gjatë vitit me 3 aktivitete festivalit. Dhe këtu, edhe pse mund të kesh në klasë punëtore, edhe pse mund të kesh kudo, ke dale ke kënu koncertet e majtë. Ke dale i aktivizu me teatrin e Ndërmarrjes, ose me estradën e mëra. Dhe më sharrojmë se për me vuat qfaqe ka ardhur një aktor ose regjisor i teatrit kombëtar, që kanë vu qfaqe atje, dhe kanë kenë emrat më të mirë. Dhe ndërkohë ti po flet për këtë fëmijërinë tënde në atë kohë, që ka qenë e bukur, me mundësi, po thua pra edhe për ata që nuk e kishin mundësia krijoi në këtë formë, në Shkodër, apo jo, ka qenë Shkodra, dhe ndërkohë tani mundësia është ndoshta vetëm për disa, për ata që kanë para edhe që i paguajnë këto, atëherë ka qenë më ndryshe. Përveç Shtëpisë Pionerit, edhe këtyre shfaqjeve që bënit atëherë, si e mban mend fëmijërinë? I kam marrë në lokal. Dekord. Dhe lokali na ka formu. Wow. Dhe nuk i kam marrë 2 net lokal, i kam marrë 10 vjet. Dhe kur ka marrë në konservator, kisha kalu edhe nga kafja madhe edhe nga turizmi me saksofon. Kështu që e kishim pa publikun shumë afër në tavolinë. Dhe duke baka 4-5 orë muzikë, duke fillu që nga literatura e huj, e deri të këngët e festivaleve më rraf, edhe në këngë popullore që kishte erën e qytetarisë, formon njeriu një lloj se çfarë don publiku dhe përgatitet që nesër kur dalin sken ta di se si është syri publikut dhe çfarë kërkon dhe çfarë e gjen ti të bash. Kjo nuk vjen vetëm tonë, po vjen ata këngëtarë që kanë në lokal. Dhe po të shohësh, të gjithë ata këngëtarë që kanë këtu në festivale, kanë këngëtarë që kanë këtu më përpara në lokale dhe në estradat e qyteteve. Nga na erdhi Parashevia. A na erdhi nga një Ndërmarrje, nga na erdhi Bujar Shamili, nga erdhi Bashkim Ali Bali me Faret Elaze. Ishin njerëz që punonin në për Ndërmarrje Eduard Gjumani, Tonin Trashana. Me përjashtime që mund të ketë pas edhe njerëz të cilët kishin marru Zhule Tursi, kishin marru anglisht, si Sherif Merdani, këta kupton. Po përgjithsisht kishin kënu në për lokale dhe prandaj ishin afjatu. Tani, rinia nuk e ka shtëpinë e Pionierit, nuk e ka pallatin e kulturës, nuk e ka këta festivalet, këto top festet si fillun me i ba dikur, ose rinë festet. Që janë ndërprerë dhe këto? Nuk i ka, dhe pothuajse gjatë gjithë vitit, është bosh, dhe mezi pret që të bëhet po thome një Big Brother ose një përputhet. Po nuk të bën Big Brother artist. Nuk të bën dot. Sepse çisa futesh për mu bë vep ty të pyesin, si e ke emrin? Si u bë ke vep ti as emrin sa din? Vep bën puna zemra, bën koha, bën stazhi. Prandaj kjo rini sot nuk është se s'ka respekt për ne. Nuk e din çfarë do bëj me vetën. Respekti është tjetër. Se respektin e dinej, ndaj me, sepse s'ka si të notloj, ndaj si kam të respekt. Son dite më urno këngën, urno vepren, urno regjin, urno pikturen, urno saksofonin, që kam si din me pjesë orkestrale, e të më urno, a e thot, po ku i pas ke bati mërë? Po që pra i ty e kina ba? Të i gëvend. Po ndërkohë, nëse rinia nuk e ka këtë mundësi për të marrë pjesë në këto organizime serioze, të cilat citove përpara, çfarë duhet bëj? Atë e din rinia vetë. Nuk më takon mu me thonë, por nuk është zgjidhje se po me ripem e po si dhe rrugët Tiranës, për me jamu shmendën bashkisë, se sa jo ti jem, jam, dhe ti të ashti me kryo një mundësi që unë bëj një recital, që të afshin e rinis edhe krijimtaristeme, ta të regoj, pra, nuk është kjo rruga. Nuk është kjo, nuk mund është ti tani se shijetin me servilizim me mujt me kapti, një dëshirë ose një, ja, nëse kena bak të gjana. S'kena pas arsye. Po ndoshta dhe brumosja ka qenë tjetër? Kush? Brumosja juaj, e brezit tuaj, ka qenë tjetër? Motor, nuk e kena pas kollaj. Por, kur ke një njeri që ke dhanë, ta është dhanë dora me njerë. Sepse, kanë ardhe janë provu për me kënu i kanë edhe 15 vetë, për nuk kanë dalë të gjithë, ka dalë një. Edhe konservator kanë ardhë për një dekë 50 vetë.
Për i flaut, kanë arë 50 nxanca. Kush mu fut për një flaut? Ose për klarinet, ose për oboj, ose për trombon, ose për kanto, ose për piano. Një është fut. A përzgjidhej më i miri realisht? Atëherë, konkursi ka kënë shumë i fuqishëm. Nuk ta ka falë kush, natyrisht ka pas edhe ndërhyrje më radhë. Ka pas ndërhyrje. Pa dihet si gjithmonë ka pas ndërhyrje, po edhe me marrë shtëpi, me hin punë, me bë gjithçka dhe me kalun karrierë. Gjitha kanë kënë të gjanë. Siç ka pas ndërhyrje edhe për të keq, që të kanë marrë qafë. Se kanë kënë edhe letrat të ndere, kanë kënë edhe letrat anonime, kanë kënë edhe dinti, ka pas shumë probleme, nuk po i futen asa janë, po i futen thjesht formimit artistik, kur ke pas një mundësi me vu një emër. Ti ke pas në njërë pengesa për të arrit ato synimet e tua në ato kohë? Do ta them ma vonë, po tash po të them pse kishim mundësin. Duke pas anket radioja, dhe duke u fut qysh i rritim për shkru në anket, ti i e njoft edhe nga publiku, edhe nga institucioni, dhe duke shkru në anket, dhe duke shkru mirë, po thona Kastriorgjini, mreti i këngëve të viteve 70 për rinin. Një djalosh i ri, marru për anglisht, punu të gazetar për këthysh në radio, dhe këngë të tia, mori këngësh, njëra ma bukur se tjetra, u ban hitet e asaj kohë. Dhe ky ishte i domosdoshëm për festivalin e rinis, se thithte rinin që kishte nevoj festivali, se kishte edhe një faqe për rinin. Festivali kishte për partinë, për këte, për ekorullën, për njeriun, për fuqe, për traktorin, po do të edhe një dy këngë për rinin. Kështu që Karajka, Flamusheu, Kastriorgjini e kishin da shumë mirë racionin, pistën e tyre. Dhe duke shkru këtu, dhe duke shkru për koncertet e majt për normaljet, duke shkru këteja, në e këtej, ke pas mundësi të aprovosh veten dhe të mësohesh. Tani ku do shkrush? Ta që është vetëm një festival në fund vitit. A ti plotëson dëshirat vetëm një festival? Se mund shkrujnë 300, po 20 këngë do në festivali. Në ta 20 këngë, do të seleksionohen për natën finale, do dalin në 7-8, kështu që humbet transmetohet rrallë dhe humbet atëherë që banë. Ky i ri detyrohet me zëtë të i lokalte i rreth blokut, me kënu në dark, në i këngë shumë me gitarë të ujandaj, ose kryesisht me shku në heng popullor ku hidhet parja. Kryesisht tek shqiptarët jashtë atë dheut. E cila ka mbledh këngëtar të ish muzikislet, këngëtar më të ndritur të festivalit, këngëtar të këngës popullore, dhe të gjithë tashti me ata majnë familjet. Po ba mi pyet a banart, ja thot. E pranojnë që nuk bëjnë. Pranojnë të është. Dhe të nështë 8 herë Napoleonin, dhe shi s'ma mërmënja se mund të qushart. Vërtet. Pa aty hidhet parja. Vërtet. Nuk hidhet parja të Frank Sinatra. Ase ne këngë e Sharnaz Navurit, ase ne këngë e Mines, bile sa të fillos strofet të dhe janë, ej, i fshifjo, këmëton, atë tjetërën ti, edhe fillon këngën popullore më dhena. A të vjen keq për këta? I kam provu vetëm këte, se kam punu edhe rreth viteve 2000 kam punu lokal. Prap kam punu me një orkestër shumë të mirë profesionistash, dhe përveç që gjysës orës parë që i bishim muzikë të bukur, me balada, me romanca, me, po thona, Piccolo Grande Amore, po thona, ose Margarita. Masi gjysore, asu do të me përmend ma këta këngë. Do filloshe direkt këngë që i donë publiku gjatë pjesë. Atëherë, ka dy rrugë, o me mbjetu kështu, dhe me kap një dritë kështu në për ekrane që të ftojnë me rrallë e bënë që po dale, s'po harrohe më në këtej, me ba një këngë edhe me dalë në për shtacione që kjo ka prodhu një këngë, dënë me ba dhe video, dënë me ba kështu. Po qara është një këngë dhe i video? Që du të më marrë 6 vjetë më atë. Një këngë është 3 minuta. Ajo bëhet kur ti
bëhet me sponsor dhe bëhet me njerëz të mençur, të cilët e marrin këngëtarin dhe artin përdoret. Kush janë ta që munojnë këtu? Prandaj thona në rinia dhe nuk dina me e vazhdu pse. Gjithë bota ka menaxherin. Çfarë do të thotë menaxher? Menaxheri do të thotë me njoft tregun, edhe me marr Sandrin, Redonin, edhe një tjetër me thanë. Ju do futeni në pallatin e kongreseve. Do bani një koncert e du me 15 këngë. Thot ky menaxheri, jetë që është menaxheri, që kanë krahë dhe një jurist. Kështu vepron bota. Nxjerr dokumentin dhe vend firmen. Do t'i orkestroj ky dhe ky. Në filan shtëpi diskografike. Pagesat s'keni punë jo, merrem unë. Koncerti do bëhet në sallën e kongresit, bileta do të jetë kaq, dhe ju do merrni kaq pare. Ti. Mund të ketë salla 2 vet, mund të ketë salla 2000 vet. Pra gjitha në menaxheriale ta bëj tjetër kush. Vetë firma më për drejtën e autorit, merret disku dhe shitet në shtëpi diskografike, të cilat të gjitha këto janë të mbyllura. Që në start fillon gabim. Këtë se ke, as të se ke. Po pse janë të mbyllura? Pra, këti, ku do me blej në kaset ti për shumë? Ka në një vend? Ka këtë dikur, edhe në rinës ke pas. Për me shku jashtë, ke pas mallin për atë dhe, ke blej kaset për këngëtar Gjolatoskës. Po tani, dëgjon YouTube, apo jo? Po sa puna e YouTube-it? Se tani, kush blen më kaseta? Po ku i shet ajo? Kuj ata në Amerikë si i shesin, YouTube i shesin? Për Spotify. Po ta në blehen për zemër. Po, okej. Po mirë pa, edhe këta stacionet që thuti këta në, edhe këta duhet të... Janë me pagesë, sigurisht. Janë me pagesë, këtu s'ka asgjë me pagesë. Po. Këtu edhe shambjet Facebook janë pa pagesë. Jo vlerësimet. Da me thanë. Këte e banë këtër mosketerët. Falë personit që i mori për sipër. I dha këte. Tani çfarë bëhet në botë? Si vazhdohet kjo rrugë? Pas i bane koncertin sallë, i merr 3 këngëtarët dhe i fut në stadium, në prani të 100.000 spektatorëve. I në rregull? Ban skenen me ludroll, ke parasysh me kamera, sillet, me jazz komplet, me instrumentista të shkëlqyer, me 4-5 instrumentista, për që janë model. Janë njerëzit më të talentu, po thëmë që njerëz që janë me emër se instrumentista. Phil Collins bateri për shembull. Edhe të gjitha këta paguen. Dhe ai stacion që e merr përsipër për ta transmetu koncertin e pagun. Çfarë? Okay. I në rregull? Asgjë nga këta këtu nuk bëhet. Këtu është bjerit i bim. Me dashmet një mu dikush nimon, që ka pushtet. Vërtet. Ta hap deren, ta jep edhe një honorar, me dash ta mull deren, e nuk ke ku kap mos ke sken. Do preshesh në qoftë se bëhet me koncert të amfiteatrit tu, që është vu emri Mirushka Bashi në një vit, se mund ta bëjnë dikush privatisht. Tani po marrin dhe pallatin e kongreseve dhe po bëjnë disa këngëtar edhe koncertet e këtuk. Këngëtar të njohur shqiptar që po bëjnë. Po s'do me jetu me edhe ata. Po ata them ti që e mori edhe Bujar Shamili, se isha regjizori i koncertit Bujar Shamili 2 herë. Edhe disa ka pagu Bujari për koncertin. Bujari ka fitu 20 milion lek dhe ka pagu 18 milion lek nga vetja. Ashtu, a? Po. Dhe me thë nuk ja vlen. A, i në rregull? A i ka pagu Qiran e Sas, që është 7.000-8.000 euro. Do të marrësh 2 trenet? Po. Nuk do të marrësh ti me ashtu karriga që janë për sallë kongresit, për kongrese dhe për kështë gjanash, për plenjume e për seanca partish. Që janë karrigat vendosh edhe profile, këna e në tjetë në qëllu karrige, do të krejosh mjedisin me bandryqim sallet, në qim skenet, të gjitha këta janë problemet mëdha. Të gjitha këta ju ka pagu kë. Nuk nollë në botë
që Celentano tabakunte, ose Mina, ose Moranieri. Janë të gjitha që paguhen dhe pastaj ka dhe gja motor. Pse mbane pyetjen dhe ti mund të thush pse u zgjate? Nuk shpjegohet, po nuk e the kështu si po ta them unë. Pse rinia nuk ka? Sepse ti e mëll festivalin dhe thu një brez mas 30 vjeç e mrapa nuk mos marrin pjesë. Edhe në qoftë se e bën ftesën e s'vjen. Nuk vjen Sandri me tu në festival. Pa e ke pa Redonin që s'vjen, e ke pa Irmen që s'vjen, e ke pa dhe Rande që s'vjen, Vërtet. as Mariza Ekonomi s'vjen, asaj. Kush do të marrë? Do të marrë vetëm ata që do me kap të regun, që janë 3. Sa kanë ardhur 2 herë në festival, kanë kapë dhe Evropë, nuk të vinë ma. Se i gjenë mënyrë për të promovuar dhe kaq, apo? A i në regull? Okay. Tani, Italia ta ban ty natën me trit. Po aq të atëndësishme ka dhe natën me kuadrët e vjetër, me ata që është rritë ka nostalgji italiani. Nuk thot që era una volta me kalu rrallën. Ka nga cvim, a e rritë për te, a e don, a adhuron. A i me gjithmen e pret, këngtarin e ri me dorë tërkit të noja. Pa, kur dalë dhe Gjani Morandi, që është 30 vjeç, e ki pati sallaçohet gam. Respekti, atëherë je me kuptu të riut, që ti du të me pash respekt për këte. Po kur sefton, kur nuk e respekton, kur nuk e shpërblen, kur se pagun drejtën e autorit, dhe kur e shef këte që po këtë ndasëm të rafaja për e fikut, detyrimisht ti i rrithu, këto arritë e mërti? Aja rriti atë për mbjetes. Jo se nuk i ndjen gjanët, jo se nuk e kupton. Deri sa ndërët dhe thot, si këtër po shaf punën teme, e ullet në këta lokalet rëst që hap Tirana shumë, edhe nuk i shef kur, zbret me bijama, prej katit 5-4 shpis, edhe shef me i kafa aty, me i fernet, edhe i prap sipër. Edhe fillon në rrullet arti. Osman, unë të falenderoj për gjithë këtë parantez që i bëre. Për t'i thënë gjëra troqe. Dhe për t'i thënë gjëra troqe, dhe i the shumë troqe, dhe besoj që e kuptojnë tani edhe njerëzit se duhet me ndryshuar diçka këtu. Unë doja dija kush të shtyu drejt muzikës? Janë ngacmimet personale. Personale? Ngacmimet personale, pastaj... Po prindrit? Unë kam pas në genin tim, edhe nga nana, edhe nga baba. I vllai babës ashtë apë një mullë. Tani, Gjëgjaj, do me thënë. ashtë dhe. Nga nana kam nga Shkupi, Shkupjane. E motra nëns, është këngëtarja e parë që ka kënu në Radio Shkupin. Kështu që e kishe këtë prirjen. Vajza e gjaj se babës tem, është këngëtarja parë që ka kënu në radion e Prishtinës. Pra, po ta shohish, unë jërë se në atë kohë i disha këta gjana. Këta gjana janë su vonë, po ata gjana si duket linin këtu, dhe ma vonë fillojnë e gjiten edhe sipër, edhe shpërfaqen dhe thu prit. Se nuk doli edhe vajza e me kotë. Po dhe djali e mu mërë për rizur. Koha i në rrugë. Vërtet. Nuk i do. Sepse ka i gja. O do një ish rrugën e babit, që do të thot një rrugë serioze, me dignitet, dhe të thush që undu institucionet të punojnë. Jo ana karakterit, që ta zgjidhi me trokitje dyrsh, me fjalë, me telefona, me mitësina, nuk e bën artin kjo. Kjo mund t'jetë i shtys. Sa shkja. Harroje se mund futesh në balet në qoftë se ti, qysh i vogël, nuk del në konkurs përpara një 10 vetëve, që mund t'jenë me mjekra edhe plaka, të cilët janë marrë tani jetën me pedagogjinë e baletit. A i qefë, kjo thot duhet. Mund t'jesh djalë një personi që baba e punon minjerë, nanën mund t'a kish pas pastruse, mund që shka. A i bën.
Ti vetë ke patur vështirësinë atë kohë, atë kam përkrahur prindrit nëse ke hasur këto vështirësi? Shiko, mu më kanë përkrat ajo ana pedagogjike që ka pas Shkodra e shkëlqyer. Na kena pas pedagog në shtëpi Pionierit, të cilët kanë ardhur edhe në shkollë janë interesuar se si jemi me mësime. Pra, nuk e kam pas një mësus me një orar që ai ka marrë rrogën për atë orar që ka ardhur. Ja, ai ka bërë gjithçka për ata fëmijë. I ka pasit vet. Dhe kanë kalu edhe 20-30 vjet, sa ka kënë gjalla i mësus, ai ka pas lidhje me ne. Për shembull, një nga këta është Nart Bushati, zotni Nardi, i cili vdiq vjet në moshë shumë të madhe, dhe ai ka kënë i lidhur shpirtnisht me ne të gjithë ata që ishim rrit në klubin e Rinis, Zevdeda, Nazmi Lishi, Bashkim Ali Bali, Xhavi Dojkani, kje prasysh Eduard Jubani, emra Zef Qoba, ishte shumë i lidhur me ne, dhe pyette vazhdimisht, qatë kjo është pedagog. Kisha 40 vjet që kisha ik, 50 vjet që kisha ik nga klubi i Rinis, se bosha po të veten. A mu nëse kam Tiranë kaq vite. Me gjitha ta i pytte. Nuk e gjenë më këtë nuk e gjenë më. Se gjenë ma. Ti po ta shoj sot edhe në korridoret e shkollës, ti pak respektohet mësuesi. Nuk respektohet. Pse? Është në kulturë. Dhe mungesa respektit kësaj kulture, futet krejtari, futet në edukim, futet marrëdhënie, futet talent, futet njet, dhe sa të bën me marrë i valigje edhe me ik. Edhe shkon jashtë, edhe kujton se jeta jashtë mandana është sipas stilit që ke menduar, ja, nuk është ashtu. Është një lloj parapotencet në logjikën e zbatimit të gjërave, saqë ti thu për s'ka ka kollaj, çaj bona vetit. A më kupton? Osman, ti 20 vjeç ke ardhur pastaj në Tiranë, nuk e di si e morët vendimin për të ardhur në Tiranë. Na jena frut të gjithë breziem i marrëdhënieve të mira që kena pas me institucionet. Që do thot, në qoftë se ne nuk do na donin, ne nuk do të kishim arrit këtu. Sepse ne nuk erdhëm në konservator se kishim shkollën e muzikës në Shkodër dhe mësuam. Ne erdhëm se mësuam shumë vetë në saje të pedagogëve të klubit Rinis, të shtëpisë Pionierit, të shtëpisë kulturës e më radhë. Ti llogarite mësues në shtëpinë e kulturës në Shkodër ka kënë Prek Jakova, kompozitori më i madh i tona kohërave në Shqipëri. I operës Mrika dhe Skënderbeu. A e kupton ti tash ti ballafaqohesh me këtë profesor? Ose vllai i Dajis, Tonin Dajia. Ferit Bala. Dhe të takoheshe me këta njerëz si pedagog, ishte ngjarje e madhe, se kisha respektin e krijimtarisë tyne herë mballë parë. Se kur të kalosh ti i vogël përpara tatit Bigjeni dhe të shohësh ti një alamet reklamet me Prek Jakova që shkru me opera, Mrika, premier, do ftojnë ambasadë, dhe ti si i ri thu, pse ma këte kam pedagogën? Fillon edhe edukaten, fillon edhe marrëdhënien. Nërshë ti një i ri sportist ke një emër, futbollisti që ka kënë klasë që njeh ton vendi. Thu jam, po thonë në Shqipëri, Nxanci Panajot Panos, ose Nxanci Sababizit, ose i Digjex, kanë kënë emrat mëj, të rritat të ty autoriteti. Dhe ne jemi frut i bashkëpunimit me njëri tjetrit, i sinceritetit dhe i dhanjes dorës me njëri tjetrit. Ky lloj bashkëpunimit ne na bani me dalë skenë, por mos harro se fatura bashkangjitur ja dërgojmë. Është edhe ana personale, prej 10 minutë u bë ky po unë. Në Tiranë erdhe prej muzikës, apo erdhe se vendose që të kishe mundësi të tjera edhe për familjen? Në Tiranë kam ardhur pasi marrova shkollën e mesme dhe punova një vit në Vaudès, Hidrocentral. Pse punum në Vaudès? Sepse jo kishte nevojë Vaudèsi për mu si mekanik.
Odesi bani një estradë gjysë profesioniste, sepse kishte në kuadrin ati respektit një regjizor shumë të madh, i cili me kitarën e tij diti të nërtoj kuplete, diti të nxjerrë aktor, dhe kjo është Gjoshovasia, i cili pjesë e nxjerrjes të Gjoshovasisë është Zevdeta. Zevdeta ka fillu bashkëpunimin në estradën e Vavut të Desit dhe ka dalë për herë të parë me Gjoshovasin. Gjoshe me gitarë edhe Zefi dhe bashkë imitimet. E nxit të Gjoshoja dhe doli Zefi me njerë. Dhe sa po marroi Zefi këtë moshën që ja u ba 19 vjeç, erdhi në strat ushtarit nga Vodesi. Nga Vodesi ne ishim një orkestër, po thuj se që mërshim rrogën në Vodesi si punëtor, po rrishim në teatr. Pra ne u qoshim gjysë profesioniste. Aty kishte edhe kantare më radhë. Një pjesë e madhe e të gjithë ne që jeqim atë, erdhëm konservator. Okay. Dhe edhe në festivale. Ku jetonit në atë konvikt? Jo, na jetoshim Shkodër, shkoshim në autobus. Po shkonit e vinit? Shkoshim, pa 20 minuta është. Po, nga Vaudejës, po. Po jo them në Tiranë pastaj kur erdhët. Në Tiranë erdhëm profesionista, erdhëm studenta dhe jetonim konvikt në Tiranë. Fillum shkollën. Okej. Fillum shkollën. Dakord. Ato vite në Tiranë ka qenë që njohë edhe bashkëshortën, apo? Ja, bashkëshortën e kam njohë krejt vonë. Më vonë. Ato vite në Tiranë, unë mund të përmeni ato 4 vite, patem 2 vitet e para sukses absolut dhe 2 vitet e mbylljes konservatorit, një dramë dhe një shpat për mi kokë absolute. Pse? Ne erdhëm 17-ën, kohën e Katsonisimos, kohën e spektakleve, kohën e Gjirës, Hotel Dajtit për para, kohën e asaj rinie që shifte filmat dhe shifte ekranin edhe Italinë, Jugoslavinë, për tona këdena Shkupin e Merall. Dhe u ba festivali 11-72 dhe festivali i teatrit me njollët e murme, opera po vente Porgy Bez, operën e të famshmit Gershwin Amerikan, dhe po hapësh edhe një ekspozit pikturës ku tentuan që të fuqen edhe një pikturë moderniste ose një nudo piktor. Do me dhe ke qenë studentin atë kohë? Kam qenë student, i kujtim Spaj Voglit dhe i Mjallash Luarasit. Pas 72-shit, ku isha pjesë e festivalit 11 me një grup të konservatorit dhe unë i bisha saksofonit, u kritiku kaq ashpër sa që Mjallash Luarasi o fut në burg, kujtim Spaj Vogli u qunë firë, Todi Lobonja, drejtori përgjithshëm, u i ndërnu, u fut edhe në burg. Po çfarë ndodhi me atë festival? Do me thënë, u iniciua me atë ide për të qenë avantgard? Të qenë rritë student në atë kohë. Po. Tani llogarit e një student që i kisha pedagog për regjizur. Unë kam marrë për regjizor shkollën. Kujtim Spaj Voglin edhe Mjallash Luarasi. Dhe më thanë, muzikën e kam pas hobi. Kam punu shumë lokale dhe kur kam ardhë në konservator, në të gjitha aktivitetet që janë bëha mramje, festivalit e studentit, festivalit, kam marrë pjesë me saksofon. Pra më gjeten gadi. Ku du me dalë? Ata 2 vite shpresit me këta 2 pedagog dhe me ato studentat mrekullueshëm konservatorit ku prollohesh muzikë, e andra shumë, ku lueshin edhe vepra simfonike ose koncerte që të edhe autorëve të ndalum. Pa prit pas 72-shit, doli plenjumi, ish komandantit tonë të përgjithshëm, në maj, që artin e ban cop-cop. Po para plenjumit tani, festivali, pse u ndërtua si avantgard? Festivali nuk u kuptu sepse dëshira ose liria e artistave kishte arrit në një cak, sa që ato thanë, na besoni se ne mund të konkurojmë edhe me festivalin e Sanremos. Dhe festivali 11, që një konkurim i denjë i artistave MNZ, të cilët për nga tingëllimi, për nga ngjyrimi, për nga kompozimi, për nga orkestrimi, për nga veshja, për nga kultura paraqitjes, sidomos nga big bandi
i Gaspar Qurqis, që të kujtote Big Bandin e Duke Ellingtonit, të atyre muzikantave të mëdha amerikan, të zonave të Harlemit, ku prodhohesh muzikë jazz, në stilin e këtyre, që e kanë ngen, po thona, njerëzit me ngjyrë. Kjo i shastisi, kjo i llahtarisi, kjo i erdhi bomb, pasi mungesa e emancipimit sipër të punëtorëve të partisë, të njerëzve të sigurimit, që nuk androshin se si mund të bëjmë një këngë të bukur se të androjmë, po këtë fusim burg, që një dasgurzancë e madhe mes pasionit dhe të lirizmit të trurit artistik, dhe të mpirjes dhe të kurrjes dhe gjithmonë vëmendja për të kampi, për të nxjerrë krom njerëzit në burgun e Bulqizës. A ndiheshin më të lirë kjo u ndje me njëherë sa po ka marru festivali një mëtë. Sepse Flet Rofeja e parë në gjamin e radios ka arë nga ky grup njerëzish, polic nga Ministria Punëve të Mesme, që e vu një letër sa faqja murit, ku e kritikoshin festivalin e këngës në radio, një mëtën. Po ju se kishit pritur këtë pra artistët, pse kishin marrë këtë me kaq zell, këtë idenë që në një vend komunist, këta mund të konkuronin me Sanremon? Pse? Sepse i kishim të gjitha mundësit se ishin përgatit mjaft orkestrantat mirë dhe mjaft njerëzit që punoshin në lokale bishin symë si instrumentista. Po kishte një lloj hapje përpara kësaj? Kishte një lloj hapje? Po në për lokale ne i bishim muzikë. I kenara muzikë. Natyrisht nuk e kena pas kaq të garantume. Por në mramjet e vallëzimit, kudo në për universitetin, Pallatin e Kulturës në Tiranë, në Institutin e Shkodrës, kemi tentuar të bëjmë edhe jazz. Natyrisht, ata nuk ka se u kërcen të jazz, se si ishin gjendje me këtë. Nuk e kena tentu në herë. Po kena lujt në Elvis Presley, kena lujt për shembull, Rock'n'Burg. Kameraon. Po publiku, si e priti festivali? Festivali 11 u prit në një formë të shkëlqyer dhe nuk erdhi si bomb, motor. Se festivali 11 erdhi si frut i një lloj hapje që kishte ba Shqipëria, në kuptimin e marrëdhënies Merinin, që do të thotë, një vjet para u ba një festival i studentit dhe u ba me këtë lloj kërshëriet, po duke mos u dhënë në televizion, nuk arriti ofshamja deri te bëroja si për që thoi qarë ishte i festival. Po festivali i studentit ka kënë paraprisë kësaj logjike, e cila pregatiti platformen për festivalin e 11. Se u tha, po mirë ma ja konservatori, ja busolla jonë, shisha festivalit bani. është bani në zallën e Institutit të Arteve, me orkestrë të madhe, formacionet vogla, kanë kënu të Justina Lia, Francesco Radi, aty ka kënu bicikletën ai. Da me thanë, pastaj erdhi festivali një vjet para festivali ushtarit dhe formacioni Gasparit erdhi festivali ushtarit me këtë logjik dhe me këtë lloj frymet, por ishte i veshur oficer. Dhe ishin këngë për ushtarin, e duke kënë këngë për ushtarin, nuk u ndje fort tingëllimi. Po ku erdhi festivali 11, që këngët ishin lirike, që filloi më këtu për kafe Floren, për erdhe e djalë në fshatin ton, e ky tjetër në ekranin e televizorit, të lloj tekstesh, që s'kishte asnjë tekst për partin, u mlodhen dhe thanë, po roli partisë ku është? Së nënti doli puna e tingëllimit pastaj. Në fillim doli cila shkang për partin. Do me thëmë, po të kishte pas në i këngë për partin edhe mund të kalonte. Edhe mund të kalonte e festivalin e mëtë. Po s'du të kishte një, du të kishte një 6. Se du të kishte për fshatarin punë, për marrëdhënien e Shqipërisë me botën, a më kupton, mirë ishte të përmendësh edhe Maoja dhe Stalini, kishte shumë detyrime në atë kohë. Ky festivali 11, do të thënë festivalet tona mbami pa platformat si shkoshin Komitet Qendror se sa është bërë asgjë, dhe festivali 11 nuk është bërë pa platformë, është bërë qenë korrekt. Por me që se jam këtu, të them që një falimnderit shumë ish drejtoreshesh radios
Tiranës, Nefo Miftiu, i cila mori përsipër shumë gabimet ati festivalit, tha maj përgjithsin unë, që shpëtuam ne s'pako një 20-50%. Se zotje di që do kishte preja ja kosa e partisë në atë kohë. Ne nuk erdhëm për disidencë modrë në atë festival. Ne erdhëm për me thani jeta është e bukur o burë. Si ka ra nga së përqyqia tromës, me thënë sa i mirë është imperializmi dhe s'ka i keq është komunizmi. Ore, tromë më tromë. Kishin parasysh i Amerikanë më të stilit në cikceshe e bukur. Tunë shpirti, gjokësi, vithet, të gjithë ka tunë kërkëcejnë ata, ke pa? Sa bukur kërkëcejnë? Pra si ishte ideja e disidencës, fare? Qa disidencët, bëj motër, nga ta më nërshim të disidencët, nga të ardhë nga Vodensi, ata të ardhë nga Librajdi, e tjerë që ishin nga, që të themën ty, nga zonat të thella, këthejna, amena, konservatori, ka pas nga gjithë rrethet. Qa disidencët kishim ne? Në atë kohë, si të ndryshoj festivali ty? Pra, atë entuziazëm që ti kishe për muzikën, për Tiranën, për gjithë shka? Kalum në ekstrem. Në që kuptim? Sepse nuk u godit vetëm festivali. Fill mas i vjetet filloj edhe ushtëria. Mas i vjetet filloj Ministria Jashtme. Filloj komunikacioni, filloj ushqimi, filloj tanë, filloj tuvzimi e hangri drejtë gjithë shka. Dhe pas pak viteve u vrallë Mehmeti dhe u kriju një gjendje terrorit. Shqipëria se kishte ma atë lokalin që i kishte butet e bilës kënena që uishin Tiranësit. Më kupton, veshin bifteke bërzolla, nëjna e mushin kriket me birë, s'kishte ma mish, s'kishte ma asgja. Po ti vet, si e përjetove? Keq bol. Keqë? Bo. Po si e kalove këtë? Hiq, zotim ka rujt. Nuk ta pranon tjetëri motër mu qënë të mlet natës me bu një gur për me priti, me mori shishe qëmë. S'ta pranon. S'ta pranon se Shqipëria malë. Qa heq ishti baktin tjetërit ma e malit, për qa ja heq? Po bët kapitalistaj? A tu ba kapitalist ja hoqe? Qa tu ba? Ja ta shti që ja dhe, tu ba kapitalist? A i tala janë shëfshatin. Iku. Se shkatrove, botër. Ja hoqe eren, ja hoqe ndjenjen, ja hoqe afshin e toks, e qkamit, e të gurit, e të livallit, e të pems, e të kështenjs, e të këtyne, të asajt, arsët, drejt e boranisa që rritë rrugë skot. Po, në atë kohë ti ishe student, do me thënë ti e mbarove shkollën, dhe si vjoj pastaj... Keq boll, të gjithë pedagogët e mi i futën në burg. Dash muzikë, dash realizuar. Po qëfar bëre? Ishme i luqa zotit, punova ashtu. Punove? Në televizion, po. Në televizion, pra në televizion. Nuk ta pengoj punën në televizion. Jo, po kishin caktu. E kishin fështirë bandena që të me largonin. Sepse nuk se pa në tërsyshme. Sepse me njëherë unë mora me festivalin dhe isha më mirë në raport me festivalin në atë kohë, sepse isha një student që kisha maru shkollën kisha balë regjin, kisha mësu pultin shumë mirë, po njifsha muzikin shumë mirë. Dhe në këtë drejtim ata e donin këtë njeri të festivalit, sepse ishte njeri që ulte flite me Ferdinand Deden s'me kënë mikë. Okej. E me dirigentat e ma tjetërin. Pra fillove mos ta pranosh situatën me gjitha të u përshtate me rrjedhën e gjërave. Qa ndolli motër? Ram në pozicionin e frikës, por duke mos e ranë batakun e frikës, duke pas friken, po duke u përpjek që në punimet televizionit të kryoshe të mira artistike që populli të knaqesh dhe të kishte ma pak frikë. Ne u përpoqem që të hiqnim skore friket që të delte artistit, të delte ajo muza, po do të desh shumë kohë, desh pothuj se 10 vjetë. Dhe mas 10 vjetëve, në spektrin e kësaj, me forcen e të qenurit artist, në ndërtimin dhe kuadrin e mençur të ish drejtorit të përgjithshëm Mara Shajati, ne bam koncertin një muj mas vdekjes në Berogjes, koncertin Kur vjen pranvera. 4 instrumentista, këngë për dashurin, në 85-ën, një muj mas.
e cila emancipoi festivalin dhe ndryshoi gjithçka. Do me thënë e gjete rrugësimin tënd prapë Jo, dhe motivin. tash ti ndëgjoje motor. Duke e barë radioja, i jep tonalitetin dhe gjithë estradave të Shqipërisë, sepse çfarë transmetote radioja, estradat e mëshin repertor. Edhe i gjithë pranvera u derdh në për trupat e estradave. Dhe teatret e estradave, se kështë quesh, duke vu këtë lloj muziket, me këtë lloj gjendjet, fillun ta emancipojnë, liberalizojnë dhe humorin. Dhe kishte trupa shumë të mira që i gjeti të përgatitur për të kriju një gjendje të kretnëshme humorin. Dhe filloi një trupe Fierit dhe bani shfaqje të mrekullueshme. Ishte trupa e Durrësit, ishte trupa e Korçës, trupa e Vlorës. Dhe po ti shohësh, humori erdhi më i shnosht. Fill në atë vit të erdhi Kunati Shoku Xhemal. Koncerti vitit të ri, jam marrë 20 vjet kam bërë koncertin e vitit të ri. 20 herë. 20 herë. 10 e kam bërë si udhëheqës artistik, tjetër e kam bërë si regjisor. Edhe i njoh shumë mirë edhe festivalet, edhe krimtarin, edhe... Çka ke pas në mend kur doje të organizoje një koncert sa më të mirë për vitin e ri? Sepse... Do me thënë, çka kishe parasysh? Çfarë donte publiku? Parasysh kisha, sepse ne si televizion ishim mbështet disa figura të cilët kishim gjetë mbështetje shumë të madhe për të shkru për natën e vitit të ri. Dhe këta pena që i mershim ne 5-6 muaj para, bashkëpunëtor direkt të radio televizionit, fillojnë të furnizojnë trupat me materiale. Dhe këta janë Plumkulla, Koqe de Vole, Filip Çakuli, Leka Bunga Shkrute. Pra shkruanin skenaret e atyre që do ndodhin, pra... Regjizori i Durrësit, Agjiu. Dhe fillon të shkruajnë materiale për Fadil Hasen, për atë tjetrin, për Aleko Prodanin, për parodistët e Vlorës, për aktorët e Fierit, njëri më mirë se tjetri, ishin të mrekullueshëm për Tarpajo me gjithë ata. Dhe erdhe natën e vitit të ri dhe fillon të ndriste humori, filloi të shkëlqente batuta, fillon të shkëlqente ngjarja, dolen nga ajo frika, një lloj izolimit, një lloj fshatare që kapet dushit 5 lek sallat ose 2 kokë raves. Iku kjo, u quajt vjetërsinë. Fillon materialet me pas mashnet. Okay. Kryp, sheqer për shemb, ose fotografi. Pavarësisht temat ishin sociale të ditës, pa kishte fillu pjekuria artistike, kishin dalë aktor të mrekullueshëm. Ti vetë e shijove gjithë këtë punë në televizion, gjithë këtë karrierë. Po ti përmendni motër se nuk është bë asgjë pa këta krijues të mrekullueshëm. Dakor, po. Asgjë nuk du me të thënë, asgjë s'ka bë. Dua të qëndrosh çik te vetja, jo tek të tjerët. Motër, mos të ishin këta, asë s'do të kisha bë asgjë. Sepse nuk mund të them unë që isha regjisor i festivalit, që jam unë festivali. Jo. Ishte Agim Prodani, ishte Agim Krajka, ishte Pjetër Gaci, këngët e tyne të bukra, ishte Limos Dizdari, këputa i gjetër në fine. Largo lartë, sa atë nga s'bardha Agimi, ose erë pranverore. O erë pranverore t'ishit, fishik zjarë në qellin blu, ose kënga e të dua u det. Ishin këngë të bukra, Lemza, Djaloshe dhe Shiu, ose Ndrisju Lampa Neoni. Ishin këta kompozitor më njëri më mirë se tjetri, këngëtar të mrekullueshëm, Doli Paqezela, tunë të sallën, u tunë të salla më e motër. Do thënë, unë mësova nga këta. Unë nuk zova se isha në armat me ta. Natyrisht unë i shërbesha se isha regjizori. Me kamrat, e kuptonë, dhe për para pushtetit ne do mashën përgjësi, drejtori, regjizori, piktori, skenografi, po na modernizu ne me talentin e tyne, edhe koncertet e vitit të ri, që fillova unë me i mendu për ma bukur për skenografine, për këte që të vite era të keti doran tjetër, ishte pena tyne, edhe ishte interpretimi e këtyne aktorve, pra nuk bëhet asgjë vetë. Botër, Godfather është film i mrekullueshëm i regjizorit.
Po mos harro se ka Marlon Brandon, ka Roberto De Niron, ka Al Pacinon. Po. A në rregull? Patjetër. Prandaj, s'mund të thush që unë ose ai, jo, ishim gjithë. Megjithatë ti ke pas një rol shumë interesant rekrutues për zgjedhës të shumë figurave që kanë ardhur në radio e televizionin shqiptar dhe që pastaj janë bërë të njohur edhe të famshëm. Cila është gjëja më e mirë që unë solla në radio televizion? Solla klimen. Solla diversitetin, një lloj liberalizmit, një lloj konceptit ndryshe, pak ma modern, qoftë në trajtimin e spektaklit, qoftë në koncertin e vitit të ri, qoftë në festivalet kur vjen pranvera, festivalet e dhëtorit, qoftë në recitale, shumë gjana që janë ba, shumë emisione tjera që kanë ba, me frymen e një dite pak më të avancume, pak më bukur nesër. Dhe prandaj këta miq që ti përmenda, i kam punu me ta shumë, dhe më kanë dash shumë, dhe i kanë dash shumë. I kena besu njëri tjetrit. Po kur për zgjidhje, këto figura që ke përzgjedhur, më cito disa. Tani, në si regjizor, unë kam bërë shumë festivale, dhe duke bërë shumë festivale, unë kam zerë në çdo festival një speaker për herë të parë. Kush kanë qenë? Kam zerë Anisa Markajan, Rudina Magjistarin, kam zerë Qim Gjepen, Mimoza Tafajn, bukuroshin Mimozën, kishte Matilda Makoqin, Po. është aktoria. Aktoria, po. Po, kam zerën për herë të parë. Ai ishte në gjimnaz në vitë fundit. Leon Mekshin, Dimitur Gjoken, Likun, Ilir Bibollin, Piero Kita, aja aktori i... Këtë gjithë janë Alban Skënderi me Qoqen. Unë i kam zerë speaker në festival. Njëherë kanë dalë, ata kanë dalë me mu. Të festivalit 29, ti ki dalë 51. 50 kam zerë Nik Gjelilin me ta Ugerten dhe me atë bjondën e sportit që banë. Po çfarë vlerësoje si cilësi të këta personazhe që përzgjidhjet? Freskinë e moshës, bukurin, elegancen, dhe dosha që festivali edhe në qofë se kënga nuk ti plotësotet të gjitha dëshirat, në fund është një këngë që hinë dhe del dhe s'del ma deri të nesërme. Kurse speakeri do dalin pas çdo këngë, në qofë se ka 20 këngë do dalin 20 herë. Pra në jetë shumë e bukur që me mujt me zbukuru festivalin, me mujt me ngrof. Dhe duhet dhe zëri sa tjetë i bukur, e hecur asaj, veshja asaj, mbi gjitha koken. Dhe po thuj se, në të gjitha këta që i kam zerë në festival, të gjitha kanë jo, vetëm justifiku vedin. Dhurata Kasmin, atë aktorin. Dhe mbi të gjitha këta që i kanë ardhë, që i kam zerë për herë të parë, paten fatë shumë mirë njetë se kapin filmin. Po, shumë e rëndësishme. Kam zerë dhe kantar, shumë mund për herë të parë të skenë. Sa në Gjokën e kam zerën? Ashtu? Po sa në këngën teme, ka kënu që ka moshin parë. O në njëm largë. Sërmir Qilin me Vigena Kamenicën, me Farajt e Lazën e kam sjellun në festival. Bleona Qeretin e kam sjellun. Ishte vajzë në Elbasan. Ke shkruar dhe këngën e Luan Zhegut edhe... Alo. Ledina Qelos, apo jo? Po, e do një dashurin. Po, Ledina e kam sjellun. Këngë e famshme shumë. E kam sjellun. Që me ti qatë të me thonë ma të. Mirë, shihet i ke pas shumë të mira. Por këtë më vjen mirë, sepse publikut në përmet shijeve i solla elegancen e lloj komportimit të së mirës edhe në vitin e ri, edhe në spektakle, edhe në festivale, me radhë, gjithë krimtarin, gjithë, edhe me dokumentare që jam marrë me njerëz me figura që kanë bajë Jehon, për shembull, me Saba Bizin.
një dokumentar shumë i mirë, me Fadil Krajen, dramaturgu që majti teatrin Migjeni. Osman, tani shkëputemi pak nga karriera dhe futemi pak tek jeta personale. Po. Kur erdhe në Tiranë, pavarësisht se karriera ishte e rëndësishme dhe sigurisht muzika, pjesë e saj, regjizura, ti prap ndërtove një jetë këtu. Si ishte jeta si student dhe pastaj më tutje, kur edhe njohe bashkëshorten edhe u fejove, martove me të? Jeta si student thash ka pas dy pamje edhe të mirë dhe shumë të vujtun. Pas erdha në televizion që jam rrit shumë. Më kuptimin ishte një lloj paraqitje të thashën ty që me ba punë, po me kënë shumë i kujdesshëm. Dhe mas harro se një festival u bate herë në vit, po gjatë gjithë javës u merrshim me lloj gjanash në studio. Gjerosh emision për ushtarin, për bujqësinë, për këtë, për atë. Edhe ishin edhe orar, kot të cilët ti nuk isha që të pësoshe vetë si regjizori. A i shijoje Tiranën si djalë i ri? Atë që nisha ma knajtësi ishte mas daljes nga puna, pasi e zgjidhshim shoqnin dhe kompensoshim mungesën e kësaj pjaceres në punë me gjirën e hotel përpara Hotel Dajtit. Kishte rini i plot, vajza shumë të bukura. E bëja të gjirën, në? Natyrisht, aja gjire ishte... Sa shpesh bëja jo? Për natë. Për natë. Ishte domosdoshme ajo, sepse në gjiro shifshe nga të gjithë njerëzit e sportit, e artit, të kulturës, të gjitha llojeve, të gjitha dhe si ky ishte ekrani jonë, ky ishte televizioni jonë, sepse i kishin alu dhe stacionet e huaja. Po me që ti ishe në televizion, a shiheshe ndryshe me një lloj respekti tjetër, me një lloj vlerësimi tjetër? Pa diskutim, njerëzit që punoshin në televizion, në teatrin kombëtar, njerëzit e litar të kino studios, shifeshin me tjetër, sidomos kur shohim në përreth. Okej. E qushin fat edhe me të prek, sepse të kishin pane për ekrane edhe i ngelqin sytë, thoshin, pse i kjo është mërë? Ose ishe tu hangër bukë të u fuqin mendës, sata i vetëm qifte kështu. Ty të thoshe, qa ka marrë kështë s'pam me hangër, u do të me marrë karrigen mos përsu. A i shifti shkreti se do të me dit, a jeti, as jeti. Të gjitha kjo lloj trysniet kështu ishte dashuri, po ishte dashuri që më nglolte. E gjitha vite se nuk kishin qa shifshin ata shkretet, edhe jeta Shqipëri ishte e vogël, e mëllun. Po ndërkohë tjerë, ruajte modestinë, po kishe një lloj arrogance, po themi, ose vetë knajsie. Jo, arrogancë nuk kam pas, kam ka njeri humorit, njeri i dashën shoqni shumë, më ka preferu shoqnia, dhe kam dasht që t'jem luks në shoqni, në kuptimin e humorit, të muzikës. Po veshjes. Që me marrë gitar, me marrë saksofon, me hinë një ambient mira, me kënë qenët vëmendjes, me thanë, bravo, ky, sa më kupton, dhe thanë, ky kam kënë jetë. Po veshjen, e ke konsideruar të rëndësishme në atë kohë? Jam vesh, po thuj se... Se të shoh tani të veshur gjithmonë në përgjithsisht dhe majnë mend një njeri që gjithmonë jam vesh bukur në radio televizion. Bile mund t'jem qysh në 32 vjeç, kam bu Kapele Republika, nuk ka shkollaj. 82-shin, 82-shin me bu Kapele Republika, në Tiranë me palto, me jakë ngritun, qa kjo marë? Sepse të me gjithë ti, ka që do të maj motër me që i letra aty ka, qa kjo marë? Qa kjo marë, ku qa marë kjo? Okej. Po ndërkohë... Mirë po, si duket nuk ma zete truri, thosha, lena ma të bajnë qatë dërë. Po ndërkohë, kur ti dilje në këtë xhiron e Tiranës, a bien sy nga vajzat në atë kohë? A ishte e thjesht për ty që të kishe ato shoqet e tua, po themi, ose pëlqimet e tua? Shika, gjithmonë, mas një festivalit, mas një koncertit vitit të ri, mas një këngë të bukur që kisha në festival, për shumë, alo. Detyrimisht që njerëzit të shifnin dhe mbrana atij shikimit
ishte para krimtaria, mandena ishte paraqitja, mandena veshja, dhe me thanë, ishte si një paket, ka i kur qikonte, nuk qifte vetëm për bukuri, qifte, prit për kjo është e që ka bat, ka nga shbukur, ka melos, ka gjendje, ka tekst shumë të mirë, për kanë përparimtare, më kanë moderne, alo të thushti, prit dojnë, kjo prasysh në i festival, binte në sy, dhe unë nuk jam gjendje ta kuptoj, a më kanë pa për këte, a më kanë pa për këte. Natyrisht, nuk mund të them kur, se unë kam kënë një djall i bukur. Unë kam kënë një djall që kam rënë sy. është tjetër gjë më rëndësi. I gjatë, në vesh mirë. Me punë të mirë. Me punë të mirë. Kam hecë bukur. Dilje në televizor. Kam punu në televizion. Dhe kur kanë hinë marrëdhënie me mu, kanë thënë prit, ka më i mirë se ç'kena mendu. Sepse ka të bëj shumë marrëdhënia. Patjetër. Dhe në këtë drejtim kam pas edhe unë kërshëri sa të dush. A ka pas ditë bukur Tirana? Sa të dush. A ka pa vajzat? Sa të dush. Por ka i gja. Bukuria është me hesi i gjiro, po në këthim të lenë bukuria, se duhet me ditë që a thu. Patjetër. Po bashkëshorten, si e njohe? Bashkëshorten e kam njoft në aksion. Në aksion? Në aksion. Në aksion rinijet. Ne ishim 10 burra, 10 djemë të ri, të cilët ta kishin shku e na kishin dërguar normalet ka një. Po kur ka qenë kjo? Në Tiranë ka qenë? Në Mullet. Okej. Dhe kishin Po mbas universitetit apo? Unë kam marrë 70 në Tiranë dhe nuk kam i nga Tirana asnjëherë. Po. Kam marrë emërimin direkt televizion. Dakord. Dhe në aksion ishe ndërkohë që punoje apo kur ishe student? Isha në televizion. Ishe në televizion dhe bëj aksion? Se jena në 79 ndashtë. Po. Dakord. Në shkollën kam marrë 74-shin. Po. Kisha 5 vjet televizion. Po institucionet, si qoshita komitetet partisë, komitetet rinis, qoshin aksion rinijet, përfaqësues, më qunë si rini. Po sa shpesh i bënit këto aksionet? Bujnë natë vetë mëra, se qoshin edhe tjerë. Okay. Edhe më qunë si përgjithë si propagandet, me i qendrëzonit. Aty kishtë edhe normale që kishin nga Tirana. Po. Grune kam pa në aksion dhe me ka ba për shtypje shumë një lloj bukurie tjetër. Shpresa ishte një vajzë e bukur, te zoti, te pre qiltër, te pre pastër kështu, dhe një punëtore shumë e mirë kur pyeta në nërmarrje. E pak një fjalë, dhe thash, për këtë kam nevojë, se me marrë dhe stilin tem, Zdo kishte funksionuar. jo jeti, jo jam unë, jo për kushti jeti, pas të ditëve të lyp pare në përkojshit, se unë kam për njëri që kam argju pare. Ashtu, a? Dhe duke kënë dibrane kjo, thash, kjo do t'jetë gruaja me. Dhe s'kam kënë pishman që ditën e parë që e kam marrë deri më sot. Sepse ajo është për kujdes. Që ke nisur me mënd, do me Ja, e kam ba me mënd. Nuk ka kënë aventur t'jesë dashurijet. Po mirë, tani një shkodran me një dibrane, si u përshtatën? Unë i fala knajtësin e të qenurit artist dhe për kujdesin e madh të fëmijëve dhe dashurisë që nuk në mungon të fjala e mirë, ka nevojë njeriu për fjalën e mirë, ajo më dha disiplinën, modelin e pastërtisë, një koqire, pasi unë ja kam dorëzuar gjithmonë rrogën. Ashtu, ha? Dhe aja ka ditë ta majnë familjen formë të shkëlqyer. Bravo. Ndryshe, do kishim dalë, jo, të dy. Po mirë, E të lyp vojnë në përkojshit. këtë ta kërkoja jo, apo u ofrove ti që në fillim, the unë si jam për këtë punë, kështu që... Ja, erdhen gjanat, erdhen avash. Se nuk mund të thush, unë kam të recet, e çfarë recetet ka ti. E gjitha vjen në njohje e sipër. Ja, shumë e bukur. E gjitha vjen. Po në pyta dhe nërmarrje, më thanë që është një vajzë shumë e përkujdesur, shumë punëtore, fjalë pak, ullë kokën, shkon punë vetë, ndaj këtej. Pa njofta dhe familjen pastaj. Keni bërë dasmën? Po, baja gjithë mirë. Ashtu, a? Po. Ku e keni bërë dasmën? Taj hoteli afër Arbana, Arbëria, shaqyshe afër terenit. Po, ka qenë një Arbana më duhet. Ja, ty? Po, është aty, taverna atje, plot. Dakord. Po ja i 100 vetë, po.
me orkestrën me tana. Po ma u bëjmë, mund të kalosh e pa dasëm në atë kohë. Besoj që ke luajtur dhe vetë në dasmën tonë, apo jo? Solla orkestrë shumë mirë. E solla. Solla orkestrë shumë mirë. Dhe kisha nevojë atë natë me ndëgju. Me ndëgju, sepse kisha të gjithë njerëzit e mirë aty shtëpisë dhe do shta tisha pranë tyre dhe ti shifsha ata duke kërcye, duke knohe, duke gëzu. Do thanë, nuk do shta ta kishin vëmendjen ata tek unë në rolin e saksofonistit. Edhe pse ishe dhëndri. Do shta që ata ta kishin mendjen tek unë dhe të bashkëshorta ime dhe ata të kërcejnë dhe orkestra tjetë prapa shpatullave tyne. Në gjithë këto vite, si keni shkuar si çift? Na kena shku jashtëzakonisht mirë, sepse shpresa vajzë urtë dhe nuk e ka batuten ose me ta kthy fjalen ashiqare me një herë dhe me të nez. Ja, edhe ndoshta nëse jam xena herë shpresa e ka kalu për momentin. Nuk është se ta thot nesërmen, ose të mas nesërmen, po edhe unë e di. Po në shtëpi ka marrë gjithmonë me derdh energji të dashurisë ndaj gruas dhe sidomos ndaj fëmijëve, dhe nuk kam ardhur me lujt trimin në shtëpi. Ka njerëz që bërtasin, vajnë dorën, sillen keq, janë të ashpër, dhe kur dalin nga dera shtëpisë, lozin rolin e angelit, rolin e njeriut, që sa të urtë janë, dhe në shtëpi janë lom. Ja, unë los të kundërten. Unë du në shtëpi t'jem vetëm gëzim të selli, humor, gjendje, dashuri shumë, dhe si t'i gëzoj. Dhe fëmijët pastaj unë i bana shok, dhe pranaj ranë tonalitet mirë prini Osman në atë familje, se vajzën e futa në piano herët dhe në ta përmi kokë derisa marrë konservatorin, djalin e futa për regjizur dhe punojnë televizion deri para pak vitesh. Dhe më thanë, i kisha koleg, vajzës i shkryta shumë muzikë, ka kënu këngë të festivalit fëmijëve, në moshën e saj ka kalu me këngët e mia në festivalit dhëtorit. Ata ndoqën rrugën tënde. Po duke më pas mua dhe pedagog edhe kompozitor. Tani, një fakt interesant që mbase ti nuk e di, është që Evisi, vajza, ka kënduar tek këngët e shekullit, bashkë me vllajën tim, që është Orion Garo, ish basketbolist. Ai ka ardhur thjesht si ish basketbolist të këndoj, por ka kënduar një këngë bashkë, që është e vetmja në YouTube që ai ka, dhe unë e kam shumë për zemër se ka vite, do ketë qenë para 20 vitesh ndoshta, ose pak më shumë. Atëherë, nga të 2006-2007 do të tani vllai im është shumë i gjatë, është 2.7 i gjatë, po edhe Evisi ishte e gjatë. Sa dush është? Po, edhe madje dukesh, thash kjo duhet jetë shumë e gjatë, megjithëse në raport me Orionin ishte interesante kjo dhe doja ta thoja, sepse e çmoj shumë atë video në YouTube. Do ta kërkoj edhe unë, do t'i them edhe unë lisit. Po, domethënë fëmijët ndoqën rrugtimin tënd, e deshe ti kështu apo ata e zgjodhën? Kisha një mendim se të qenurit artistë Shqipëri me fitoren e demokracisë do hapeshin shtigje dhe nuk do të kishte kaq nevojë për institucione që t'i sistemojnë me punar, me gjana dhe këta t'japin maksimumin. Po thuj se 80% e studentave që marrin konservatorin janë pa punë dhe ikin. Gjë që s'ka ndodhur më përpara. Këtu futet edhe dega muzikë edhe dega regjizur se më rrallë. Pse? Sepse marrësh për regjizor kur kino studio prishet, kur teatri prishet,
kur e strada prishet, ku do me punu ky regjizor? Po. Do punojnë të stacionet e vogla që do shtypin 2 butona për 2 kamera në studio, se regjia ajo. Aja pulti, e quhet pult. Po. Regjia do thot kur ti të hapish perdet, të zerrish i trup, të zerrish i mendim, të zerrish i vepër, të zerrish i dram. Të krijosh pra. Të krijosh të bësh i filma i dokumentare me radhë. Vajza mbaroi La Scalen dhe erdhi në Shqipëri. La Scalen mbaroi? Pa, konservatori fitoi Marie Krajen, fitoi bursën atje, mbaroi u kthy në Shqipëri. Ishte e pamundur me e fut në punë. Erdhi dha. Në çfarë viti? 2011, 2013 diçka, kështu. Edhe ka qenë e pamundur gjente punë. Sepse u do të me marrë leje kryeministrit dhe drejtora që ishin në opera, ban lidhjen, kjo është vajza Osmanit. Osmanin e kena pa në ato folë në përmitin që e gjana këna në atër. Atër e pan vajzën me syrin tem. E blokun 4-5 vjetë. Kështu e banë edhe djallit. Dhe djalli është i largu nga radio dhe televizioni. Po çfarë bën? Çfarë bëri e visi mbasi nuk Bon, nëna bani konkursin për më fut pedagoge, që që më ledhin pik, ke prasysh arsimtare të kështu dhe u fut licej arsimtare. Okay. Pasi karriere që kënoj edhe Porgi i Bezë, kënoj Rigoletton, e kënoj shumë gjana dhe kantare që kishte marru për kanto operistike. Nese, nuk po du me thanë për fatin e Evisit e të Sonit, por shumë miqt mi artista, fëmit nuk i kanë në artë. Dhe dikur ma patën thanë, mos Osman. Ashtu, a? Pa. Unë këtu, pavarësisht se të thash që mjojnë djalë për humora nga këtej, këtu i pas kam kenë më tepër i apasionu mas artit, dhe këtu ka bova rënd. Sepse nuk a dash me fut për artë. A dash me fut komplet profesionet tjera. Pa ata kanë dashur tjetër gjë? Natyrisht që ata në artë dhanë shpirtin, sepse u rritën e një ambient, Soni arritën prahen tem, i vogël në pultin e regjisë. Do me thënë kanë dashur vetë që të ndiqnin këtë rrugë, nuk është se i shtyve veçti. Tani çanoll, Flori. Shpeshherë më thotë edhe gruaja, qa fitove? Ti ishe artist. Fole këtejna, fole andajna, fole andajna për andajna. Fakt s'kam fitu asgjë. I në rregull drejt ashti? Kur thua fituar, do me thënë nga ana ekonomike po flet? Të gjitha që i ka nga ana ekonomike, me poste, me vendosje, me respektin e, me autoritetin e, me titullin që merre, me besimin që kanë, që pozicionin që beson në administrat. Nësë mora asgjë në administrat. Kam punu thjesht televizion, normal, me aftësit e mija, më kanë bunja të edhe kështë. Hubjet i ka pas maja. Nuk ka pak të fëmijët. Du të dalë. Takon një rrugë e thënë, pa ma intelektual që nuk shprehen, ma të ashti po, më të shkete, pa të qashkime, të shkete. Unë s'kam pa në njëri që ullë qepenat, kur ka në problem që si hec atje, dhe po ullë qepenat, dhe po datë si del në Francë, del në Greqi, del në Itali. Vërtet. Unë jam në ata njerës të cilët nuk kam pa partin. Përgjithsisht jam një lloj njeriut që nuk pajtohem me të keqen. Dhe po të shohesh, unë kam dalë edhe te shoqëria civile. Po. Ta atyre ati klapaj që e bani për para, është dhe dola fola unë. Po a ditë kush është ky, e po a ditë e se kush jam unë. Për këte, për karburantit, për ushqimet, Pa tjetër, për gjithë shka që në shqetëson. Bukur. Në momentin që shkon shtëpi,
bin telefonat, fillon të shkruajnë në Facebook, e mo klyshja ti. Thu me vedi, po mirë më ky klysh që më thot mu, unë e marë për sipër, sakrifikoj vetën, sakrifikoj jetën, sakrifikoj buken, po pse ma dhe unë di me ustruk në shpi këtu, më kuptan me zjarë kryt prej organit me pak televizor me thëna marrë e mitingu, për marrë e zë tashti po dalë. Unë, a jam shqiptar, a do t'i shërbej kombit, po do t'i shërbej kombit me gjithë qënjën deme, marë? Po si ka kjo muhabet? Mos me thana si fjallën? Shumë e vërtet. Si ka kjo muhabet? Po të gjithë njerëzit ma përparitar të botës, janë prononcu për popullin e vetë. Mire e që janë prononcu njerëzit. Merri shkrimtarët më të mëj, merri artistat më të mëj. Dhe gjithë kanë dalë, janë prononcu, sepse dojnë me pa kombin e vetë, popullin e vetë me pa në gjendje tjetër. Dhe të shi them, po mirë dha, ku pas kam gabu, pikesh këtu. Sepse syresh nuk i mushet mendja këtyne, këta janë saldu, këtej. Një pjesë tjetër që dënë thot, jo marrë jo kështu, sepse duhet edhe kjo. Motor. Për me shku në spitale, duhet me marrë batanien me vedi? Bukur. A duhet me marrë i lashet vetë? Pa. Për me ble mallara gjana, qarë ushimit marrë? Kene siguri? Të gjitha janë një qëtë. Asnjë siguri. 2. Për me hec në shkollë, për me qu fëmin, qa siguriet ke? Ata i shoj me duhan gjithë. Me batuta të rama njëne ma transë tjetëra. Me lojë dhe njerëzish që si dhe rreth shkollës, që mund provokohesh në formën më kështu. Në rrugë të vjetë tjetër të hypë edhe në trotuarë. Edhe të vret. Me shku në stadium të arras në janë i gurë, se thot kjo tifoz mate. Me hecë rrugës dhe në janë i të provokon kotë, se ti se njef ajt njef. Edhe ti jetë është i person shumë i njohur në opinion, edhe dhe tja uli hundën, thët ati, dhe vjenet banë horë, për tetë me të male, të të dhe rolin e budalajt, syt njerëzve, me të ullë komplet. Dhe thuti, qa jetë tim më rrithu. Atëherë, a ki nevoj pra atëherë që të shprehesh dhe të thush opinionit që kjo. Si duke dojnë. Nuk e dojnë, matur. Na le në ignorancën tonë, një kështu si qena, na le një këte vorbrin tonë, një kështu si qena, na le një këte fukaralekon, mas na prish fukaralekon, na le kështu më rini. Kështu rini. A mjekesh, se kam fështirë tjetoj kështu. Unë nuk mund t'jem personazh i mirë në një dramë që a shkru mirë personazhi, po në një skenografi mizerabel. Ajo do t'jetë në blok, skenografia do t'i shërbej dramaturgjisë, pra që ose ke një personazh të mirë që si dhe këtej, dhe skenografia dhe personazhet e tjera do t'jenë po aq me nivel. Se s'mund t'jesh ti mirë në një dramë që tonë janë fliqana. Shumë e vërtet. Nuk t'inglone e dramë, s'ka moral, nuk t'a shef kush. Se drama, ka i qëllim që mahet, dramaturgjia, që fiton një kaos në fund. Për te shku në dramën tjetëri. Da Shakespeare-in, da Gogolin, da kush da? Çehovi me rrallë. Duke marrë parasysh që situata është kjo që është, edhe ti mund të kesh pishmanet e tua, po themi për mënyrën se si i e qasur gjërave. Në këtë pozicion që ndodhemi tani, si e shikon ti rrugdaljen, rrugzgjidhjen? Unë kisha mendimin se bota do të na drejtonte më mirë. Që do të thotë në pluralizëm duhet të ndjehesh mendimin ndryshe, nuk ndjehet. Që politikant do rrinë në pozicione drejtuese jo kaq. Që qeveria shpeshherë do ndrohesh
që do të mësohesh populli me zgjedhjet parakoshme, që do t'i besohesh zgjidhjeve dhe zgjedhjeve të popullit pa ndërhyrje. Se në qoftë se pluralizmi do na sillte po aq probleme sa na solli monizmi, që deshe. Si mund t'jesh ti në pluralizëm 35 vjet në drejtimin e institucioneve, jo të bashkisë të qeverisë. Detyrimisht ti do të bash disa njerëz për veti, po disa do t'i kesh armiq. Ai nuk e kuptoj se është kryeministër edhe jemi, që se ka marrë votën. Se kupton. Ata të mas ta shof. Në momentin që të mas ta shof, këtu është këtë paketa familjare e jeme, mos t'i shof fara ata. A menon ti se të një kryestar shtetit mos ta shof? Këte. Ti do të gjenerosh një komp? Është e vërtet se Roberto De Niro nuk e don Trumpin. Pa ke pati që Trumpin nuk mund marrin Hollywoodi, me thënë, mas ta shof të lujt atë filmat e se ju marrë më qafi, ju shkëni. Të ndohë. Po e kam të mendim, po e kam atë mendim. Me krijoj bindje tjetër që të ke mendim tjetër. A e shikon të ndryshoj situatën? Dhe bota, kur e pasi po qimentohesh, mungesa transparencës, mungesa dialogut, mungesa kësaj, solli diplomat, dhe na thani si popull që kjo është forma ma mirë e drejtimit e leqjes. Dhe na shkenjeu bota. Bota do ta kuptoj, ti mund të marrish valigjen, ti gjithçka mund të ashtu, po mos këto se jam idiotën, edhe po të za besën ty. Të pëlqej aty, merre me vedi atje. Merre me vedi. Paske qefti, të po t'jep ka krenari si të kishim një kryetar New Yorkut, bashkijet si kë, merre mërë. Pa ma së më thujti mu, do habar. Pse u ndisha demokracin, se shokët e mi hinë në burg? Se u fut 16 vjetë burg se kënduam le ditë bi? Shef Mërdani? Unë zbana burg. Po nuk do t'jem i lumëtën unë pëse zbana dhe i lumëtën pëse bana ta. Vërtet. Dhe këtu, unë shof se absolutisht bota nuk po na të regon kufinin e të skeqes. Që kalon, mrapsh, kalon që shka lumë. Ishë për që shka mund bash. Gjithë shka mund bash. Dhe është gatu kaq keq kjo qorë, sa që as kërkush nuk shef një lloj zgjidhje dhe një perspektive se sa përpiqesh të thush një fjalë të mirë, thot tjetri të del me ofshamje ai tjetri në përgjigje. Ik marr thot masi, ku pa shef marr burrë dhe kata dhe ti tash ti ma. Sepse në racionin e përditshëm të ti, ankesat janë bërë kaq të mëdha, sa që e ke të vështirë një bulës ti të regosh se cila do t'jetë e nesërmja rrugë ma mirë. Nuk ta pranon motor, s'ta pranon më. Me le këtë mjerimin që jam, ik zdu me ta di hiq. Sa fillon me ja përshpiju, atë me t'ka quaj tjetëri ty. Po kush më ka quaj, mërcili më ka quaj mu. Ka mendimin tëm marbor. Megjithatë, unë mendoj që sa më shumë zëra të hapur e të sinqertë si ty t'jenë, aq më mirë do t'i bëjë edhe ndërgjegjësimit. Pse s'dalin? Se kanë frikë. Ja. Se kanë dhe frikë, ka dhe frikë. Ka dhe frikë. Dakor, po ta quaj frikë. Po në qofë se ti shkon e ilpinjesh ati tjetrit, më dhe na i vjen e ilpinjesh edhe këti, dhe le prete për cel, më dhe na fillën e ven edhe kapelin me emnen Berisha këtu, ti thu, më dhe na si ti s'ka, na doli një doktor, ky do të ta fshtoj Shqipërinë, e të nese më shkon e pret
kryetarin e partisë tjetër, i thu, s'ka si ti, sepse ti se ti përsej dhe në për tjetër, sepse me ty, se pa ty, se në... Ja, këtë nuk ka frikë. Kjo është të zgjedhësh për të udhëtu rrugës me gjithë familje, vesin më të keq, lëpirjen më të ndyrë, më servile, më antikombëtare, më antishqiptare. Ashtu është. Për mu. Dhe kam i shok që thot, solo pensiero. Po mirë, Osman, ti do me thënë, vetëm zjeshe, nuk shikon një dritë shprese në fund tunelit? Unë shoh dritë vetëm pikturat e mia. Po ti shohësh pikturat e mia, janë gjithë transparencë, gjithë bukura. E kam në liqimin, e kam në tunu unë, kam qef me pa. Dhe ndoshta kjo që kam qef me pa, kam dalë dhe jam shpreh në për stacione, kam folë, në nana e këtetër, por zjen, nuk vjen, nuk po shof. Nuk po shof, jeni në instalacion. Unë kam besim që do vi. S'ka mosha dhe me besu shumë, me kënë optimist, ma se fillon të binë të ashtia energjit. Edhe të bën pjekuria, të bën marra lentanto. Do të thot që kur je më shumë i dashuruar, je më shumë poetik, je më shumë andrus, je më shumë besus, sepse gjithmonë thu e nesërmja do mësellin një erë të mirë të rëndafilit, do mësellin një palë sy të bukur pranë vetes, do mësellin ndoshta jo më largë se gjysmëretit edhe i palë buzë që do falem tek ato, do ta shoh duke hec, do të më përshnesin, do të analoj, do jesim zbashkut, do të ulen në një stol, do të shoh që do të qelin pranë vera. Janë gjitha andra të rinisë të bukura, të cilët manifestohen në romanca dashuriet. Në këto filma, jo horror, po filma të cilët marrin përsipër të tregu problemet e kohës, nuk jam aq lirik sa duhet. Po tani, ku e gjen tani motivimin në këtë moment, në këtë fazë të jetës? Jam krenar për përpjekjet që kam bë, jam krenar për të gjitha gjana që jam shpreh, i ve faj shumë njerëzve të cilët kanë pas mundësi të shprehen për hir të kombit, po kanë gënjur për hir të një lloj lekut që kanë marrë si donacion, folë kështu se unë paguaj, që është e pafalshme, për të gënjur popullin për hir të pagesës state. Se unë mund të kisha, po këse baj kur. E gjaj tek knetësia e të qenurit pranë Kavaletit, ku spakut 4-5 orë i kaloj atje, dhe pranë ekranit ku shoh sport. Okay. Dhe kohën tjetër, ulen dhe më shkruj për 2-3 aktivitete që i kam për zemër. Për Luleboren, në Shkodër, që kam kohë që shkruj muzikë për ta, për festivalin e Shkodrës, shkruj për festivalin e Prishtinës, shkruj kur ma jep truri me të regu që jo, nuk është kjo Ulla Kangs në festivalin e Dhetorit, është kjo. Okay. Dhe në këtë drejtim e kam trurin plot me dëshira për të shkru muzikë, për të bë pikturë, për të bë dokumentar, po duen lek dhe duhet me të pështet dikush. Pra vazhdon je i angazhuar, shumë i angazhuar. Shumë i angazhuar. E shikon veten të ndalësh apo jo, do vazhdosh në këtë formë? Për sa i përket energjive të shpirtit dhe trurit, jam më mirë se ç'kam qenë më përpara. Okay. Natyrisht, fizikut thot, prit më sungut, se nuk janë ashtu si mendon ti, Osman. Trurin mund ta kesh, që për trurin, përveç trurit, ka trupi edhe gjona tjera, prit herë. Por, pastaj sa kam trurin, truri i merr me vete gjitha. Po me fëmijët, kalon kohë, me familjet e tyre? Djali ikun në Zvicër
nga një punojës i radio televizionit që e kishte shumë me qef, marru shkollën në Amerikë dhe kursin dhe shkollën Akademinë e Arteve për regjisor. Ma hoqen dhe ai sot punon në Zvicër. Nga ato punët e redomta si mund bajnë një refugjat që iken nga Shqipëria, sepse mos kujto ti si Zvicra thot ti ke punu regjisor, hajde punu regjisor, se ka njerëz të vet ajo që i ka pa punë. Dhe nuk të fut ty kollaj me punu regjisor. Mirë më tha njani, i thash aty në Skoci dhe i thash që në Suedi dhe i thash që kam kështu, kam shkru këte, kam bë këte. Në gjunë sa më në gjunë, më thanë, a di me la pjata? Me ta i moment. Po do të shof, tha, futu. Dhe sot la i pjata, tha. Pra, ti nuk e pse man të pozicion këtu, në njerëzve tuj, që ti qosh atje, ti i ke arsimu dhe ti qosh atje të lash pjata. Ti ke për detyrë, ti krijosh mundësi, që këtu të punojnë, të japin maksimumin, që të shëndoshet, kret opinioni shqiptar dhe vetë Shqipëria. Po ti kur boshatis rrethet, boshatis teatrët, estradat, ku s'ke kam njeriut, ku i ke mëll shkollat e muzikës në rrethe, ku ke mëll të gjithë shpitat e pionjerit, ke mëll të gjithë pallatet e kulturës, ke mëll te, as një kinema. S'di, vjen një moment i thu, po mirë ma vllata, si e ke mendu këtë vend më ti? Po vajza është këtu, Osman? Vajza është këtu. Kalon kohë me të? Tashtja ja kalon pak kohë me mu, muhabetet janë maru, sepse është kuadrin e një pedagoge, gjanat dihen, s'ke që e pyt, s'ka që të thot. Dhe Zoti dhanë të fuqi edhe shnet, që të vazhdojnë, sot ajo bashkëton me një djalë shumë të mirë, fizioterapist. Pra nuk e bërë gjysh akoma? Me djalin po. Me djalin e bërë, E kam në Zvicër atë, dhe natyrisht çdo natë kam qef ta shoh në ekran fëmia i fëmis ka kalu mjaltit. Po, absolutisht. Nuk di ç'a të them. Do të thënë, për para saj unë të ngell të mesë në dorë. 4 vjeç është. Dhe sa mirë do ishte që ti shijosh niprit pram vetes, po ja këto janë rrethanat e Shqipërisë, ashtu siç po diskutonim. Megjithatë, me gjithë këto gjëra që ndave, me gjithë eksperiencën tënde, nëse mund të bësh një thirrje për brezin e ri, çfarë do të ishte? T'ishte më aktiv. Nuk është zgjidhje ikja. Sepse do ikni, po mos kujtoni se do bani prokopi. Dele kërko. Falenderoj shumë. Respekt edhe amash.